Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë videon e radhës. Jam këtu me ju për të analizuar pak se çfarë do të ndodhë sonte në gjysmë finale. Sonte është gjysmë finalja e Fermës VIP, një nga spektaklat më të ndjekur që në fakt ka qenë këtë vit, një nga fermat që realisht nuk ishte ferm, por unë mendoj që ishte më së shumti Big Brother. Gjithsesi, Arbana edhe Eduardi bën për vete të gjithë publikun, fasionuan të gjithë publikun dhe sollën tek publiku një ferm që na fasionoi të gjithëve. Të gjithë e duar trokitën, të gjithë e deshëm, të gjithë i qëndruan besnik për javë të tëra kësaj ferme. Sonte është nata e gjysmë finales. Normalisht nuk do t'jetë një natë si netët e tjera, do me thënë si prajmet e tjera, do t'jetë diçka krejt më ndryshe, do t'jetë diçka krejt e re. Nga informacionet që unë kam arritur të marrë, do me thënë se çfarë po planifikohet sonte të bëhet, finalistët nuk do të shpallen thjesht, por ka një ambient i cili është i dekoruar pothuajse shumë bukur, aty ku në fakt edhe do të ngjiten në podiumin kryesor finalistët të cilët do të jenë në finalen e madhe, e cila do të jetë më datën 15 qershor në televizionin Vision Plus në fermën VIP. A do të kenë surpriza sonte? Në gjysmë finale zakonisht surprizat shkojnë nga sponsorat të cilët janë besnik të këtij programi, por nuk janë familjarët, sepse surprizat e mëdha, surprizat gjigande i kanë pikërisht në natën e finales, nga që këtyre gjysmë finalistëve apo këtyre finalistëve, sido që t'i quajmë, nuk ju qëndron shumë që të rinë brenda në fermë, domethënë nga nata e sonte i kanë vetëm 2 ditë që do të jenë të plota aty dhe menjëherë domethënë e kanë finalen e madhe, ku besoj që do të kenë aktivitete, ku besoj që do të kenë ngjarje dhe do të kenë momente shumë të bukura që do të na lidhin edhe ne me to. Por emocionet i kanë kapur, shoh një Ilir paksa të tensionuar, sepse ai e ndjen ndoshta edhe që nuk do të jetë në finale, por kjo gjë as nuk diskutohet. Iliri është pjesë e finales me se s'bën, sepse edhe produksioni e ka mbështetur shumë dhe ka qenë poli i kundërt i Mimozës, por Iliri është pretendent në fakt për ta fituar edhe çmimin e madh, gjë e cila unë mendoj që Mimozës nuk do t'ja luajnë këtë herë produksioni, se do t'ishte krimi më i madh që mund të bëhet, nga që dihet jashtë se si votohet. Domethënë jashtë votohet masovikisht për Mimozën që të jetë fituese e ferma VIP 3. Sonte Arbana do t'jetë më glamur, opinionistët me patjetër që do t'jenë më glamur, do me thënë nata do t'jetë pak më e gjatë, nuk do të shpallen me njëherë gjysmë finalistët, do t'hapet televotim, por do t'ketë edhe ato momentet e vështira ku 2 prej tyre, do me thënë, do të largohen prej shtëpie. Edhe njëherë le të bëjmë një retrospektiv, do me thënë të ngjarjeve, një matematik të thjesht se kush do t'jenë 4 finalistët që do t'i bashkangjiten Mimozës. Për mendimin tim, unë mendoj që do t'jetë Bujaka pjesë e finales, do kisha dashur shumë në fakt, sepse Bujaka ka dhënë një lojë të papar, ka dhënë një energji të papar dhe është i mrekullueshëm në lojën e tij. E shikoj edhe në këto ditë që në fakt nuk është se ka shumë aktivitet, Bujaka ka qenë shumë aktiv. Nga ana tjetër e pres të jetë Soni dhe Sara, 2 femra që me patjetër duhet të ngjiten në podin final, sepse nuk kam përmendja që nuk do të ketë femër shoqëruese përveç Mimozës, por mund të ndodhë që nëse është në kompromis me Romirin, Soni të mos jetë. Mendoj që është Iliri i radhës, do me thënë unë e shoh Ilirin, Bujakën, Sarën dhe Sonin, por dyshimet më të mëdha në fakt janë mes Ilirit, Sarës, Romirit edhe Visit, të cilët mund të shkojnë në finalen e madhe që t'i bashkangjiten Mimozës. Do të më vinte shumë keq që të mos jetë Bujaka, por gjithsesi unë e vlerësoj lojën dhe energjinë që Bujaka në fakt e ka dhënë në këtë shtëpi. Unë e shoh do me thënë sonte Mimozën finaliste, e cila është përzgjedhur, Ilirin të dytin, Sarën të tretën për faktin sepse është e afërt edhe me produksionin, të katërtin për mbështetjen që i kanë dhënë të jashtëzakonshme dhe që e kanë mbajtur në shtëpi, do me thënë nuk ka qenë më kot deri më tani Romiri, dhe
I pesti në këtë mes, do me thënë, mund të shkoj Visi, ndërsa Bujaka mund të lërë shtëpinë sonte, sepse nuk ma merr mendja që Bujaka do tjetë i përzjedhuri i publikut.